Para se të zbres nga avioni, piloti vëren pasagjerin e fundit brenda, i cili është kopja e tij identike. Para se të zbriste nga avioni, kapiteni Edward Blair vuri re një njeri të vetmuar në aeroplan, i cili refuzonte të largohej. Duke e parë nga afër, ai kuptoi se njeriu ishte kopja e tij identike. Mirdita, zonja dhe zotrinj. Ky është kapiteni Edward Blair duke folur. Sapo kemi zbritur në aeroportin ndërkombëtar të Chicago Midway. Shpresojmë që ta keni shijuar fluturimin tuaj me ne dhe dëshirojmë t'ju shohim sërish në një nga fluturimet tona të ardhshme. Foli kapiteni nga kabina pas uljes me sukses të avionit. Pasi aeroplani u parkua, kapiteni dhe oficeri i parë ndoqën protokollin, duke pritur që të gjithë pasagjerët të zbrisnin përpara se të largoheshin nga kabina. Ku erdhi radha e tyre për t'u larguar, ai hapi derën e kabinës dhe pa një prej stjuardesave duke folur me një burr që refuzonte të largohej nga avioni. Gjithçka në rregull këtu? Pyeti Eduardi, duke u afruar atyre. Stjuardesa po i me kokë. Do t'ju hap pak kohë, buzëqeshi ajo, përpara se të shkonte drejt fundit të avionit. Eduardi u tua nga fakti se ajo donte ta linte vetëm me pasagjerin, derisa kuptoi arsyen. Përpara tij qëndronte një burr që dukej tamam si ai. Para se të mund thoshte diçka, burri foli. Dëshiron të takosh maman? Pyeti ai. Nuk u besoj syve. A je ti Adam? A është kthyer ndonjëherë mami? E pyeti Eduardi i habitur. Ajo është gjallë dhe është mirë, u përgjigj Adami. Një lumë mendimesh i përshkoi mendjen. Adami ishte vllai binjak i Eduardit, të cilin ai nuk e kishte parë për dekada. Eduardi ishte larguar nga jetimorja kur ishte 8 vjeç, dhe tani ata ishin 32 vjeç. Të bëra një pyetje fillimisht, a dëshiron ta shohësh mamin? E pyeti përsëri Adami me një ton të paduruar. Eduardi po i me kokë dhe Adami doli nga avioni. Eduardi ndoqi dhe të dy hipën në një taksi që i drejtonte drejt qytetit. Gjatë rrugës, Adami nuk foli asnjë fjalë. Eduardi, nga ana tjetër, nuk mund të mos përpiqej të shpjegonte veten me lot në sy. Kur ajo na lani jetimore, nuk besoja se do të kthehej ndonjëherë. Nuk doja t'i mbaja shpresat gjallë. Kuptova që ajo nuk mund të na ushqente pasi babai u largua, por mendoja se ajo na la sepse edhe një pjesë e saj donte të na linte. Nuk besoja se do të kthehej ndonjëherë, Adam, shpjegoi ai. Në vend të kësaj, ti pranove të birësoheshe nga një familje e pasur. Ti zgjodhe ata në vendin tim. Të luta për ditë të tëra të mos më lihen atë vend, por ti zgjodhe të jetosh një jetër atje, mbi gjakun tënd, tha Adami me i dërim. Ajo u kthye një vit pas u largove dhe nuk mund ta falte veten që të humbi. Deri më sot, ajo fajson veten që nuk ishte mundësi të mbante. Mos më keq kupto. Të urej po aq sa urej baban ton. Nuk të kërkova më për vite të tëra, por kur dëgjova emrin tënd në atë avion, më kujtua mami dhe dëshira e saj për të parë. Shtoi ai, duke shtrënguar dhëmbët. Pasi taksia ndaloi, Adami doli dhe u drejtua me shpejtësi drejt një shtëpie të vjetër. Eduardi ndoqi dhe kuptoi se vllai dhe nëna e tij jetonin në varfëri. Kur hyn brenda, Eduardi pa menjëherë maman e tij, Enin, të ulur në një karrige me rrota. Kur ajo i pat djemtë e saj në të njëjtën dhomë, shpërtheu në lot. O Zot, jeni ju, Eduard, Adam, jeni kthyer? Qau ajo, duke i afruar karrocën ndjemëve të saj. Pas një bisede të ndjerë, Eduardi u detyrua të largohej sepse po transferohej në Francë për një punë të re. Ky lajm e theu zemrën e Enit. Megjithatë, disa ditë më vonë, një makinë luksoze ndaloi para shtëpisë. Eduardi doli nga ajo dhe Adami e pa i habitur. Çfarë po bën këtu? E pyeti Adami. Bisedova me gruan time dhe kuptuam se shtëpia jon nuk ishte në Francë, por këtu. Refuzova ofertën e punës dhe vendosa të kthehem pranë familjes, shpjegoi Eduardi. Disa muaj më vonë, familja u ribashkua plotësisht. Eduardi ndihmoi Adamin të rindërtonte shtëpinë, ndërsa Adami arriti të ndërtonte jetën e tij personale. Ata kalonin çdo natë së bashku duke ndarë histori dhe kujtime të reja. Një mbrëmje, Adami i propozoi martesë të dashurës së tij, ndërsa familja festoi me lot gëzimi. Në atë moment, Eduardi dhe Adami e kuptuan se, pavarësisht viteve të humbura, familja ishte ajo që kishte më shumë rëndësi. Eni, duke parë djemtë e saj të qeshnin së bashku nga dhoma e ndenjes, përshpëriti një lutje të qetë mirënjohjeje. Për të, kjo ishte jeta që kishte ndëruar gjithmonë, e mbushur me dashuri, falje dhe familje.